Deputeti e Shkodrës Enida Mesi ka vijuar turin e takimeve me qytetarët për të njohur me problematikat, por edhe për të gjetur zgjidhje me qeverinë Rama. Gjatë fjalës së saj, deputeta Mesi është shprehur se Partia Socialiste ka zgjedhur koalicionin me qytetarët. Kërkuam gjatë fushatës një vot kuqezi, morëm një vot kuqezi. Kërkuam gjatë fushatës në një moto për Shqipërinë që duam, për Shkodrën që duam, dhe jemi sot këtu para jush pikërisht për të dhënë të njëjtin vizion, të njëjtin mentalitet, të njëjtin përgjegjësi, që duam të qeverisim me ju, së bashku me ju dhe për ju. Që nesër, ai deputeti që dua, që në rastin konkret është një përgjegjësi shumë e madhe për mua, jo vetëm për përgjegjësinë që kisha për Zazë e Treshin dhe një zonë të cilën e kam uluar dhe gjatë fushatës, por për komplet qytetin e Shkodrës dhe bashkinë Shkodër. Nga ana tjetër, qytetarët kanë ngritur problemet që i shqetësojnë këtë komunitet prej vitesh në Shkodër. Ky takim është e para herë që bëhet tash 27 vjet, që me ditë hallet e popullit, inshallah keni me nani gjuhë, edhe kam shumë besim te ti. Këto njerëz pra ju kanë dhënë votat, duhet t'i vlerësoni shumë, ma merr mendja. Megjithatë, do shohim të ardhmen. Pra, tu i pas parasysh këto gjëra, na edhe shteti duhet jetë i fjekur që janë karshinesh. Karshi kësaj shtrese vulnerabel të pa shpresë tash 25 vjet. Tu ka edhe drejtuesa që kanë Parti Socialiste e tonë, kanë vut o familjarët e vet, o pisin e vet në punë, me jena në shkalu. Që në kena kënë për të pesë në që me se gjash qëshorë, 96, kena kësë rrës 30 e sabet për më kënë në, me të pesë. Për të këtim i të skoshet. Personalisht më shqetësojnë dy probleme. Punësimin e arsim, të cilën i bëj pjesë dhe jam me pa punë, një mesatare 9.7 me master, me licencë, dhe vazhdoj të jem me pa punë. Dhe problemi tjetër që e shoh që duhet ta ngrinë gjithë komunitet, është sepse rreth rrotullime që bëhen nëpër qytet e pengojnë shumë trafikun, sidomos në këtë kohën që ne jemi, domethënë në kohën e pushimeve verore. Por përveç tyre, puna e institucioneve ka qenë në qendër të problemeve të shkodranëve, të cilët shpresojnë tek një 4 vjeçar i suksesshëm me qeverinë Rama.